Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar caktoi sot që seanca e parë ndaj ish-presidentit Ilir Meta, ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi dhe 3 të tjerëve pjesë e kësaj dosje të zhvillohet më datë 27 prill. Të pandeurit përballen me akuza për korrupsion, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie të lidhura me dosjen Çesdia dhe lobimin në SBA. Gjatë seancës paraprake Meta dhe Kryemadhi mohuan akuzat duke pretenduar se hetimi ka motive politike. Trupa gjykuese përbëhet nga Etleva Deda, Atalanta Zeqiraj dhe Besmir Stroka. Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit 2024, ndërsa Kryemadhi në masën e detyrimit të paraqitjes. Dosja përfshin gjithashtu hetime ndaj nënës së Kryemadhit, Piro Xhixhos dhe Ema Çokut. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zhvilluar një operacion kontrolli në ambientet e burgut të Durrësit, duke u fokusuar te aparatet telefonike të ndaluar në qelit e disa të burgosurve, përfshirësh zyrtarët Ilir Beqa, Erion Veliaj e Aurel Zarka. Prokurorët e posaçëm kanë kërkuar gjithashtu listën e vizitorëve të Veliajt gjatë qëndrimit në izolim. Aksioni vjen pas tensioneve të fundit në procesin gjyqësor administrativ, ku Veliaj ka ngritur akuza publike mbi ligjshmërinë e emërimit të prokurorit të çështjes së tij, Olzdado, e në këto kushte ky aksion ngjyroset me nuanca hakmarrjeje. Gjon Shkëmbi, i cili kërkoi nga gjykata apelin ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest me burg në një më të butë, në momentet e fundit tërhiqet nga kërkesa e tij për liri. Gjykata vendosi të shtyjë hetimet për 3 muaj të tjerë për të përfunduar disa akte ekspertime telefonike që lidhen me rastin. Kush është Gjon Shkëmbi? Gjon Shkëmbi është xhaxhai i Elvis Shkëmbit, të riut që vrau në sallën e gjyqit në apel, gjyqtarin Astrid Kalaja dhe plagosi 2 të tjerë, pjesë e palës kundërshtare në gjyq. Shkaku i ngjarjes që tronditi vendin vitin e kaluar ishte konflikti i tejzgjatur i pronësisë mes palëve. Bilanc lufte regjistrohet në burgjet shqiptare. Të dhënat zyrtare tregojnë se viti 2024 shënoi numrin më të lartë të vdekjeve në burgjet tona, me 32 të dënuar që humbën jetën. Nga këto 31 raste lidhen me shkaqe shëndetësore dhe 1 rast me vetvrasje. Në 2023 25 vdekje, 23 për shkaqe shëndetësore, 1 vetvrasje, 1 vrasje. Në 2022 17 vdekje, 15 për shkaqe shëndetësore, 2 vetvrasje. Në 2021 19 vdekje, 17 për shkaqe shëndetësore, 2 vetvrasje. Në 2020 26 vdekje, 21 për sëmundje dhe 5 vetvrasje. Shumica e viktimave kanë ndëruar jetë në spitale duke evidentuar gjendjen e rënduar shëndetësore të burgosurve. Problemi kryesor mbetet kujdesi shëndetësor në sistemin penitenciar, ndërsa rastet e vetvrasjeve, edhe pse në numër më të ulët, paraqesin një tjetër alarm për institucionet. Home Office në Britaninë e Madhe ka publikuar një raport alarmant për shqiptarët. Sipas të dhënave, rreth 63 shtetas shqiptar janë dënuar me burg në 3 muajt e parë të vitit në Mbretërinë e Bashkuar, me një total prej 207 vitesh dënim. Kjo përkthehet mesatarisht në 1 shqiptar të burgosur çdo 2 ditë. Shqiptarët përbëjnë rreth 9% të burgosurve në Angli dhe Wales, përqindja më e lartë mes të huajve. Shumë prej tyre dyshohet se kanë hyrë ilegalisht kryesisht gjatë valës së emigrimit në vitin 2022. Pjesa më e madhe e dënimeve lidhet me trafik droge dhe vjedhje, ndërsa rastet rënda përfshin edhe dënime për jetë, si ai Klevi Pirianit për vrasjen e foshnjës së tij. Autoritetet britanike theksojnë se emigrantët shpesh tërhiqen nga ekonomia green, ndërsa kostot për taksa paguesit janë të larta, ndërkohë janë shtuar dëbime drejt Shqipërisë dhe pritet shpërsimi më tejshëm i ligjeve. Një konflikt për një borxh prej 100 eurosh ka përfunduar në tentativë vrasje në rrugën Myslim Keta në Tiranë. Policia arrestoi 50 vjeçarin Agim Visha, i cili dyshohet se ka tentuar të qellojë me armë zjarri një 38 vjeçar pas një sherri në ambientet e jashtme të një lokali. Sipas raportimeve, fillimisht palët janë përplasur me fjalë dhe më pas seriu e ka goditur me shpull Vishën. Ky i fundit ka nxjerrë armën dhe e ka kërcënuar. Ngjarja është kapur nga kamerat e sigurisë. Pas incidentit, autori tentoi të largohej, por u arrestua menjëherë nga policia në kuadër të operacionit Respond. Ati u sekuestrua arma pa leje, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë rastit. Një shpërthim e lëndplasëse është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Berdenesh të Sarandës. Sipas policisë, lënda shpërthyese dyshohet se është vendosur në murin e jashtëm rrethues të banesës së një shtetaseje. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka persona të lënduar, por janë shkaktuar dëme materiale. Menjëherë pas ngjarjes, në vend mbriti grupi hetimor, i cili nisi veprimet për zbardhjen e plotë rrethanave dhe dokumentimin e saj. Autoritetet janë në kërkim të identifikimit të autorëve dhe motivit të këtij shpërthimi.
ndërsa ngjarja mbetet ende në fazën paraprake të hetimeve. Një aksident i rënd ka ndodhur ditën e sotme në Ksamil, ku një fëmijë 2 vjeç u përplas nga një automjet në rrugën Hasan Tasini. Policia bën me dije se drejtuesi i automjetit, një 48 vjeçar banues në Ksamil, drejtonte mjetin në gjendje të dehur e përpasoi përplasi të miturin. Ky i fundit u transportua menjëherë në spitalin e Sarandës dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërkohë që policia arrestoi në flagrancë drejtuesin e automjetit, autori i aksidentit. Në kuadër të operacionit insistimi, policia arrestoi një 32 vjeçar banues në fshatin Perëndi të Kuçovës, i dyshuar për përndjekje dhe dhunë. Sipas hetimeve, ai kishte përndjekur një 39 vjeçare për rreth 1 vit e gjysmë, dhe tentoi të merrte me forcë në automjet të njëjtën, duke e goditur edhe një shtetas që e shoqëronte atë. 32 vjeçari u kap në hyrje të qytetit të Elbasanit, teksa drejtonte automjetin në gjendje të dehur. Nga operacioni u sekuestruan automjeti dhe celulari i tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Elbasanit për veprime të mëtejshme. Policia e Tiranës ka arrestuar 26 vjeçarin Agustian Hyka, i dyshuar si autori një serie vjedhjesh gjatë muajit prill. Sipas hetimeve, ai ka grabitur para dhe produkte në 4 subjekte, si edhe ka tentuar vjedhje në një banesë dhe një tjetër biznes. Autoritetet bëjnë me dije se i riu kishte thyer masën e sigurisë arrest shtëpie, të vendosur më herët për dhunë në familje, duke vijuar aktivitetin kriminal. Arrestimi u bë në kuadër të operacionit penaliteti, ndërsa policia po punon për të dokumentuar raste të tjera të mundshme ku ai mund të jetë i përfshirë. Materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen është regjistruar mëngjesin e sotëm në aksin Fushkruj-Vor, pranë zonës së njohur si Ura e Gjoles. Një automjet ka përplasur një këmbësore, e cila për shkak të plagëve të marra ka ndërruar jetë në vend. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit fatal. Identifikohet 62 vjeçaria shqiptare viktime e aksidentit tragjik në Itali një ditë më parë. Bëhet fjalë për Merita Qemalin, 62 vjeçe, nga Shqipëria, e cila humbi jetën pas një përplasje të dhunshme midis makinës ku udhëtonte dhe një kamioni në një tunel pranë Ankonas. Aksidenti ndodhi ndërsa familja po kthehej nga pushimet e Pashkëve. Nga përplasja, partneri i saj 49 vjeçar dhe kunata e saj 47 vjeçare u plagosën rënd dhe u nënshtrua ndërhyrjeve kirurgjikale, ndërsa djali 10 vjeçar ndodhet në gjendje të qëndrueshme në spital. Kamioni i drejtuar nga një shtetase rumune po lëvizte me shpejtësi të ulët për shkak të një gome të shfryrë. Policia dhe prokuroria kanë hapur hetime për vrasje rrugore dhe lëndime të rënda, duke sekuestruar automjetet për të sqaruar plotësisht dinamikën e ngjarjes së rëndë.